Përfaqësuesit shqiptar në Këshillin e Evropës do të kërkojnë në mbledhjen e Asamblesë Parlamentare të KE-s provat dhe vërtetësinë e akuzave të raporterit Dik Marti. Kryeministri Sali Berisha gjatë mbledhjes së qeverisë i sugjeroi delegacionit shqiptar të KE-s që të kërkojnë prova për të gjitha akuzat e Dik Martit bërë ndaj Kosovës dhe Shqipërisë për trafik organesh. Sipas kryeministrit Berisha, kërkesa për transparencën e akuzave të Martit duhet të jetë unike nga pala shqiptare. Numri 1 i kabinetit qeveritar Sali Berisha paralajmëroi raporterin Marti të vërtetojë akuzat e bëra në të kundërt. Ai e konsideroi raportin një abuzim shumë të rëndë për drejtësinë dhe shqiptarët. Delegacioni shqiptar në Këshillin e Evropës do të nisë punën me një kërkesë të vetme dhe unike. Dik Marti të dorëzojë provat autoriteteve të Euleksit dhe autoriteteve në qoftë se ka. Të dorëzojë çdo provë. Përndryshe, ai ka bërë një abuzim të rëndë shumë me besimin e këtij institucioni, antari i cilit është Shqipëria, dhe do të insistoj, do të nërmarrë çdo nisëm ligjore në Këshillin e Evropës që ky zotëri të dorëzojë autoriteteve të Euleksit të gjitha provat dhe dishmitarët. Duke e cilësuar Martin si avokat të Serbisë në instancat ndërkombëtare, kryeministri Berisha tha se ai është bërë palë me Serbinë në krimet kundër shqiptarëve. 2 fjalë për senatorin Dik Marti dhe qendrimet e tij. Kam patur rastin të jam në Këshillin e Evropës, antar i delegacionit të Shqipërisë, se kam qenë në opozitë. Ky zotëri ka qenë një avokat i papërmbajtur i krimeve të shëmtuara mbi shqiptarët. Dhe unë do të them ku me teza. Teza e tij kryesore në Këshillin e Evropës ka qenë kjo. Në Kosovë, dhe kjo ka qenë tezë që ka mbrojtur me fanatizëm, nuk ka ekzekutor dhe viktima. Nuk mund të pranohet që Serbët jenë ekzekutor dhe shqiptarët viktima. Ky ka qenë lejtmotivi i tij në qendrimet ndaj krimeve monstruoze të luftës. Se kush i shpërnguli 1 milion shqiptar. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Sali Berisha garantoi se do të krijojë lehtësira për Euleksin dhe gjykatën e Hagës që të vinë në Shqipëri dhe të hetojnë rreth akuzave të Dik Martit, hartuesit të raporterit ku Kosova e Shqipëria akuzohen për trafiq organesh dhe krim të organizuar.